A jemi të hutum, se unë e thash për veti s'paku, po ti hala ma kompetent duke pas punë edhe me profesor, edhe me student, a jemi të hutum? Nëse flasim për audiencën e Kosovës, unë mendoj që po, audienca e Kosovës mund ta konstatojmë që me faktin që kalon më shumë se 6 orë, 8 orë në ditë në media sociale, potenciali shumë i madh që këta njerëz të jenë të votuar edhe të ngopur në të njëjtën kohë me informacion. Për publikun veç me botë qartë që informacionet nuk janë lajme. Informacionet janë informata, janë tekste, video, fotografi, cilat i ka publiku dikush, e që na humbi kohë gjatë gjithë ditës duke i pa nëpër media sociale, por në esencë ato nuk kanë kaluar për një proces normal të prodhimit të lajmit edhe të përgjithsisht përmbajtjes informative që prodhohet në media. Këtu po flas sidomos për media sociale e viteve të fundit, sidomos për TikTokun, me që shumë krijues përmbajtjesh tash e kanë si platformën kryesore ku shpërndajnë informacion. Është interesante në kuptim të asaj që shumë njerëz sot kanë fituar shkallësi të ngjashme me të gazetarëve. Platformat e tilla të mediave sociale i mundsojnë që të publikojnë materialet që ngjasojnë me materialet e gazetarëve, po që në fakt nuk janë përmbajtje gazetareske për shkak se nuk kanë kaluar në procese normale të prodhimit të produktit informativ në gazetari, që është verifikimi, që është balansi, që është kontaktimi të gjitha palëve në kuptim të përditësimit ose në kuptim të krijimit të integritetit të informacionit ose plotnisë informacionit në respektim të standardeve. E tha shumë mirë.